Jepi pra. Kush ka historinë më të madhe? E dia e prisja. Kush do nisi parë këro? Me qera për sa ndi parë? Jo. Kam me që fillo sepse 29 titull kampion. Daton në 1920. Zyrtarisht 26. Filloi me 46. Tani për ne po thena ça njifem edhe ça në NBA. 26 titull kampion të njohur, 29 titull që ne kemi ndjesit brendshme dhe thuhet që mund të ketë një artikulim të gjës dhe mund t'i njihet. Po. Tiranës është në diskutime sipër. Unë flas për atë që ka treguar Tirana ndër vite dhe lojtarët, ato që unë kam një idhull te Tirana, Devi Muka. Pse Devi Muka? Unë me atë lojtar jam rrit dhe atë lojtar kam ndjekur më shumë ke Tirana. Nga momentet që unë kam përjetu, nuk ma se po kujtonim dhe shpar. Ka bërë një gol me shumë rëndësi. Do të tregoj një histori të shkurtër mbi Devin nëse kemi gjithkohë nevojë. Shiko. Devi që më ka bërë tifoz pas Devit dhe që shifja Tiranën në çdo ndeshje, e shikova prej Devit. Devi dha atë identitetin që lab mbi të gjitha, po Tiranën e donte në maksimum. Dhe gabimi më i madh në ekip ka qenë dikur që është heq Devi Muka si drejtor akademie. Ka qenë gabimi më i madh që ka bërë Tirana. Se ishte një individ që ka treguar realisht shumë. Mbi historinë e Tiranës, duke folë edhe për legjenda, Agustin Kola, Arben Minga, e shumë të tjerë, që ati ekipi i kanë thonë, është temë shumë e rëndë të lush me Tiranën. Pra, historia Tiranës janë trofet, legjendat, tjetër. Legjendat, tifozeria. Legjendat, tifozeria. Linja për papin. Për historinë e klubit Tiranës, ndryshe nuk do ishte ky rivalitet që ne edhe ne jemi këtu në studio. Janë ato trofet patjetër, se Juve ka mi trofe me Itali, po për me gjithë respekti jam tifoz e Interit, Milani njihet botërisht më shumë se Juve. Ka dhe histori më Juve njihet. Ka dhe emër më të frikshëm se sa e Juves. Po pra se edhe këtu jeni lokalist, më na pranojnë Shqipërisë, mund të njihte edhe ju. Partizani njohin ndërkombëtarisht, njohin janë tifoz nga Tetova në Partizani, janë tifoz nga Prishtina me Partizan. Nuk bësh dot me Tiranën, ta siguroj pse? Sepse mbrat parë për Partizanin kanë luajtur lojtarë që kanë përfaqësuar dhe kombëtarën. Domthonë qofse të bëj një listim të vogël sa lojtarë të kombëtarës kanë luajtur për Tiranën dhe Partizanin, përqindja është diku ke 56% e lojtarëve të kombëtarës kanë luajtur për Partizanin. Me llogarit. Prit, dalim këtë trofet. Një skuadër që për kaq kohë ka humb titullin kampion 22 herë, tregon që skuadra rivalizuese përveç 17 kampionatëve, një kupë Ballkanit që ju si keni arrit, keni shkuar deri në finale. Edhe skuadra që u diskriminuan komunizëm teksa Benfica, Benfica e shkriu Partizanin, është çështje kombëtare, Partizani do të ishte sot me 20 kampionate, pse sa atë vit u dënu këtë ekipi Partizani. Po, shkriu Partizanin. Se diun këtë. Ma thuaj me pak shkurt. Me 4 kartona të kuq në Benfica, Partizani kërkonte edhe kartone 5 të kuq që të ndërpriste neshën. Nuk e jep të Qametin, u ndëshkuj pari Musa, u ndëshkuj pari Ahmeta, u ndëshkuj Spahio. Edhe ne kemi gjë, keni marrë dhe ndërkohë që erdhën në Shqipëri, vetëm se më u solidarizu dhe më thonë që na mytën se ishin pa me fëmijë gjitha. Byroja, shtetja sa kohe e dënoi Partizanin 2-3 vite me lojtarë më të mirë që mos merrte. Na Ajaxin keni luajtur? Prit, mos lyshin fare në kampionat, u dënu Musta e gjithë. Partizani humbi kampionatin, humbi vazhdimsinë, humbi atë ritmin dhe mbi të gjitha nuk mori pjesë 5 vjet me Europë më. Sigur fitonte kampionatin. Respekt për Partizanin, po në ca detaje vëlla, hajde diskutojmë se nuk do të arrini kurrë historinë e Tiranës. Pano janë shumë emra të frikshëm. Pano është legjendë e Partizanit. Ka luajtur portier ke Tirana. Po për çfarë lidhje ka kjo? Do bënte portier legjendë e Tiranës. Po. Me gjithë respektin se me Ledion rrim, takojmë edhe familjarisht. Ledio është rekordmeni. Shif, ja ku do Ledio jam shumë dakord. Si historia e rekordit do Po ke Ledio nuk ka lidhje me njëri tjetrin. Ke Ledio ka nisur që Partizani lojën. Pse? Po historinë e ka nisur 7 minuta pa psu gol, fiu dhe Gogunja. Skuadra që ka para ca ditësh postova një analist të mirëfill të kampionatit shqiptar. Skuadra që ka më shumë fitore, barazime dhe humbje në kompeticionin e majorëve, kampionatit të Superligës. E si janë to? Është shumë lart Partizani. Partizani? Po patjetër. I di statistikat? Shivi statistikat. Në përballje direkte me Dinamon e kemi shkrim. Tiranën e keni di më rezultatin e dini. Thellë 26. Historia e vërtet. Juve 0. Me gjithë respektin e vllazërinë e Basonit, gjitha këto janë gjithë Shiko. Edhe në demokraci, edhe statistikat, se kam bota një debat me një studio tjetër për një statistikë demokracie gjasme, që se demokraci shihni ju. I bëni analizën demokracisë nesër direkt ai doli prapë i hum.
Tash po më vlla, tash unë si e do tash. Linja për ty. Çfarë do thoshe doja? Do të tregoj një histori të bukur. Jepi. Tirana kur fitoi kupën vitin që ra për kategorie, fitoi kupën e Shqipërisë, po. Vitin që ra Tirana për kategorie. 2018-2019. Ka qenë Erando pjesë. Tani e kujtova. Erando pjesë dhe Devi drejtor sportiv. Vjet Devi, marrë zit çunat, kishin marrë kupën e Shqipërisë, asnjë nuk nëse e mban mend. Asnjë nga çunat nuk pranoi. E hoq medaljen, po. Medaljen. Del medalja e ishin, medalja e ishin. Shiko. Vjen momenti, futen në autobus çunat, profesor Mireli me gjithë respektin, sepse atë periudhë na udhi Mireli, jo na udhën mohabete të tjera, na udhi politika, po s'du të hyj këtë mohabeti se janë ca gjona shumë të rëndomta. Futen në autobus çunat me unis për stërvitjen e radhës për në Tiranë, duke marrë vesh që kishin ra për kategorie. Shkon aty dhe njëri nga ato çunat, pa çunat e vegjël mos gaboj ka qenë një nga ato elementet e rinj, Albi, Doka. Se tani u kujtova. Albi vën kupën, tu tha fiton kupën tha. Jena të lumtur tha, vjet Devi, po kush e muni këtë kupën tu tha. Po ti tha, po. I ka ti tha ulën në fund tha ti çokë Tirana tha, Tirana ra për kategorie tha. Ju tha doni me na shplot zemrën tha, duke na tregu kupën atë hiqin e. Cili ekip ka patur koreografinë më të fortë? Ndrova se ma bërë me një ti. Shiko, edhe kjo është shumë e bukur, patjetër që është një pyetje shumë sensitive, shumë e nevojshme. Koreografia më e fortë dhe më e bukur që ishte goditja. Se ishin sa dym shumë. Goditja e rivalëve për Mirëzëllikun që kemi ne kundrejt rivalëve. Rivaliteti është sepse humbje kohë gjatë gjithë kohës duke bërë koreografi me rënje sistemesh e gjë, ndërkohë që ne bëjmë koreografi vetëm duke kujtuar legjendat, duke kujtuar Mirëzëllikun, tifozërinë dhe simbolet e klubit ton. Nuk kemi më shumë. Jo, se keni pas në vitin në to pankartat e vogla me çame. Disa ditë pas një muaj pas tërmetit ku gjithë kombi po vunde atë shqiptarë, njerëz Shqipëria po vunde gjithë atë pasojat e tërmetit. Kundërshtarët që përgatitin një parullë ofenduese, ironike, gjitha vazhdonin ato, kishin harru fare në plan parë, atë në plan dytë, në plan tretë, çka kishin not para 2 javësh, ndërkohë që një koreografi e tërë vendoste një mur që rezistonte me numër 56 të viktimave, 51. 51 beso shtypën ndjes, 56 shkuan brapa ato, se vdiqën edhe. Po në atë periudhë ka qenë 51. Ishte koreografia që ja ku është. Për këtë e ka llafin papi. Nuk jam nga ato që bëjmë kështu huliganizma, unë kam qenë gjithmonë nga nismëtarët që kam shkuar te grupi Fanatics me kërku që të sensibilizojmë pak atë korët ofenduese, s'kam pranuar se kush ka sjellë këtu e këtë nesër, unë kam edhe shoqëri jam Tiranës, kam shoqëri me gjithë antarët, jo gjithë, po një pjesë të madhe. Edhe i thash drejt këtu isha unë valla, sepse fund fare i qytet na bashkon, nesmja fillon jeta, kush ka me punu banakier, kamarier, ka koleg, kush ka me punu. Po, shu jena mos, jena. Po. Zgjedhë çunë xhaj, se kia tjetër të fotografi. E mbaj mend ky episod ka qenë madje ka qenë dhe derbi i parë që luaj te Erlbenja që mbush plot. Dhe kur doli koreografia edhe tifozët e Tiranës e kanë dorëkitur atë koreografi. E mbaj mend. Po, por unë ta thash te 5 dorëkitën patjetër i vlerësojmë jashtëzakonisht, patjetër. Kur u lut Dinamo Jagellonia në Shqipëri. Dinamo, do të e di histori. Është kam qenë jashtë. Në Poloni, në to polakët vinë edhe tallen me simbolin e Skënderbeut, tallen aty në. Po. Nuk e kanë fundit territorin, pastaj atje dhe në Rinas i kapën ti. Po, te nën Tereza i pritën çmojët e kuq, në Rinas e kapët ju. Po, ishte. Jo vetëm Tiranës. Kanë qenë Fanatics u bashk.